Në gjimnazin 7 Marsi në Tetov është regjistruar vetëm një nxënës. Udhëheqësia e shkollës pret që me uljen e kritereve të afateve tjera të shtohet numri i nxënësve, por edhe pse është një ndër shkollat më të bukura dhe më të pajisura nga të tjerat, si me kabinete, amfiteatro dhe kushte moderne, megjithatë në gjimnazin 7 Marsi interesimi i nxënësve për të regjistruar është tejet i dobët. Arsye për mos interesimin e nxënësve është distanca dhe vendodhja e kësaj shkolle. Drejtori thotë se vitin e ardhshëm do të ndërtohet objekti i ri në lokacion tjetër. Ismail Vllashi beson se në afate tjera do të ulen kriteret dhe do të rritet numri i nxënësve. Patëm 14 nxënës që u paraqitën, prej cilëve vetëm njëri ka plotësu kushtet, kriteret për të pranuar, domethënë në gjimnazin tonë, që do të thotë kishte mbi 60 pikë, të tjerat janë refuzuar. Edhe tani në aplikimin e dytë të njëjtit afat, domethënë qershorit, ka numër pak më tepër nxënësve që janë interesuar dhe kanë aplikuar, nuk kemi informata të sakta se si qëndron puna në lidhje me pikët që i kanë. Në altë poshtë që kemi informata dhe që kemi pa disa aplikacione që kemi pa vetë ne këtu, pasi një pjesë e nxënësve dhe kanë nevojë që ne kemi aplikuar për ata. Mendoj se ky numër do të jetë solid, ndoshta nuk i kalon 7-8 deri në 10 nxënës në afatin e qershorit që janë pranuar te gjimnaziu. Ndryshe nga gjimnazi 7 Marsi, në shkollën e mesme të mjekësisë, interesimi është tejet i madh. Shumë i madh. Në afatin e parë kemi pranuar domethënë 403 nxënës, drejtimi i motër medicinale është mbyll, domethënë edhe kozmetik. Tani vazhdojnë të kenë vende të lira teknik farmaceutik, teknik fizioterapeutik, teknik dhëmësh, asistent dentar dhe teknik laborant. Edhe këtë afat domethënë ka një interesim të madh të nxënësve, të cilët edhe i kanë domethënë 70 pikë, sepse vazhdojmë domethënë të jemi shkolla e cila kërkon pikët më të larta, por nuk do të thotë se nuk kanë interesim edhe ato të cilët nuk i plotësojnë kushtet. Ndryshe, në të gjitha shkollat e mesme të Tetovës kanë mbetur edhe rreth 730 vende të lira për regjistrimin e nxënësve, shumica prej tyre në 7 Marsi dhe shkollat profesionale.